Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, jemi në kapitullin e sabrit nga libri Riyadus Salihin, a me thënë kopshti i të devotshmive. Kemi marrë disa hadithe prej këtij kapitulli që janë shumë të rëndësishme për besimtarin, dhe jemi në një hadith që tregon sabrin e njeriut më të mirë. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 7 fëmijë, 6 prej këtyre i ka vendos vetë në dhe. I ka humbur, pra ka ndru jetë fëmijët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pejgamberi Allahut gjallë, vetëm Fatimia radhiyallahu anha, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka ndruar jetë 6 muaj pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith ne e shohim një ngjarje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe prej nipërve ka humbur disa, djalin e vajzës vet. Dhe si e ngushëllon vajzën e vet, si e këshillon në këtë rast të rënd, na tregon ky hadithi që e kemi përpara. Hadithin e transmeton Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu. Hadithi 30 është nga libri Riyadus Salihin. Thot Imam Neveviu, an Abi Zeidin Usame bin Zeid ibn Haritha mawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhu qala. Këtë hadith e transmeton Usame bin Zeidi. Usameja ka qenë i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu djali i të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse Zeidi, babai i Usames, ka qenë rob i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ja ka dhuruar? Gruaja vet. Hatijja Zeidin ja ka dhuruar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka liru Zeidin nga robëria dhe e ka dashur shumë. E ka dashur shumë. Pastaj Zeidi martohet me Ummu Ejmenin. Ummu Ejmeni është ajo grua e cila e ka rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi Allahut ka qenë jetim, edhe nonën e vet e ka humbur në moshën e vogël, domethënë. Ummu Ejmeni është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e Ummu Ejmeni martohet me Zeidin dhe prej kësaj martese lindën Usameja. Zeidi ka qenë, domethënë prej arabëve, ka qenë i bardh në ngjyrë, ndërsa Ummu Ejmeni ka qenë e zezë. Usameja i ka ngjajë më shumë nënës vet. Usameja ka qenë me likur të zezë, domethënë. Po e ka pas një cilësi shumë, domethënë, të lavdruar, ka qenë trim, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur Usamen radhiyallahu an në shlirimin e Sirisë. Kur ka qenë 17 vjet Usame bin Zeid, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar si komandant të ushtrisë në të cilën gjendej Omeri radhiyallahu an, sahabët e mëdhej. Po kjo ushtri nuk shkoi në Siri derisa ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u bë halife Ebu Bekri dhe Ebu Bekri radhiyallahu an e dërgon Usamen, edhe pse kish kritika prej disa njerëzve, i ri është Usameja, ka njerëz më të mëdhej, më me eksperiencë kështu me radh, po Ebu Bekri radhiyallahu an thotë, si ta ndroj unë komandantin që e ka caktuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu Usameja ka shku ka bë dobi të mëdha për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shliruar ato vendet. Usame bin Zeidi ka qenë i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një rast e pyet Aliu radhiyallahu an pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cilin e do prej familjes tonë më së shumti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Fatimen. Ka thënë po prej burrave Usamen. Usamen si familje e ka konsideruar, subhanallahu. Edhe Hasenin, djalin e Fatimes, dhe Usamen i ka marrë bashkë dhe ka thonë, o Allah, duj ato, domethënë të jenë të dashurit e tu. Subhanallah. E ky sahabi Usame bin Zeid pastaj ndron jetë në kohën e Muavijes radhiyallahu an, dhe dikund para 60 vjet. Ka qenë moshën 58 vjet dikund, Usame bin Zeidi ndron jetë në Medinë, megjithëse ka bërë shumë shlirime
ka lëviz shumë për ta përhap dinin e Allahut, pastaj vin në Medinë dhe ndron jetë ky sahabi. E thot Usame bin Zeidi radiyallahu an, أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فأشهدنا. Thot Usameja, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dërgoi një lajmëtar tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam se djali i saj është duke ndruar jetë. Është në çastet e fundit. Është i smut, djali i vogël. E kush ka qenë kjo vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila, domethënë, është në këtë gjendje, djali është, domethënë, në momentet e fundit. Kjo ka qenë Zejnebja radhiyallahu anha, jo Fatimi. Është një prej vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që quhet Zejneb. Djali i Zejnebes ka qenë i smut, ka qenë i vogël dhe ajo ka thënë një njeri që ta lajmëroje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se nipi jot, djali i vajzës son, është duke ndruar jetë. Dhe e ka thirrë Zejnebja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të vijë. Fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqul. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka shku, subhanallah. Në momentin e parë nuk ka shku, lajmtarin këtë njeri e ka dërguar prap, ka thënë bëni selam Zejnebes dhe thuaj. Këtu dietarët kanë thënë pse nuk ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithse i kishte domethënë të afër, thuhet se është marrë me disa çështje të shtetit islam, çështje të mëdha dhe nuk ka pas domethënë hapësirë të shkoje. Dhe i ka thonë këtij njeriu, shko thuaj Zejnebes. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Me të vërtet të Allahut janë ato që i merr dhe ato që i jep. Ato gjërat që i merr Allahu, të ati janë në esencë. Edhe ato që i merr të ati janë. Dhe me thonë, ta ka dhënë këtë djalë Allahu xhalla xhelaluhu o i Zejneb, ai ta merr. Ai ta merr. Dhe të ati janë gjithçka i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, ai merr dhe ai jep. Pastaj thot wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Dhe çdo gjë te Allahu xhalla xhelaluhu është, domethënë, në momentin e caktuar ndodh. Pra caktimi i Allahu xhalla xhelaluhu. Para se të vazhdojmë me këtë caktimin e Allahut subhanahu wa taala, duhet ta dimë vëllezër se çdo gjë i takon Allahut xhalla xhelaluhu. Çdo mirësi që e posedojmë në esencë nuk është e jona. Allahu i cili na ka krijuar na jep. Ai është, domethënë, sundimtari. Ai është poseduesi. E si mundet njeriu, domethënë, të hidhrohet, të grise teshat, të thot fjalë që e hidhrojnë Allahun xhallal xhelaluhu, kur Allahu subhanahu wa taala e merr atë që i takon Allahut subhanahu wa taala. Apo edhe malli që e kemi në përdor, në përgjepa, në për llogarit tona, nuk është i joni. Sepse Allahu në ajet thot wa atuhum min mali alladhi ataakum, dhe jepni atyre nevojtarve prej mallit të Allahut që ju ka dhënë juve. Do me thonë, çdo gjë që e posedojmë, fëmijë, pasuri, begati tjera, janë të Allahut xhalla xhelaluhu dhe në esencë edhe logjikisht, po edhe me tekstet fetare, nuk i takon njeriu të hidhrohet, të idhnohet, të fole fjalë, do me thonë që e hidhrojnë Allahun xhalla xhelaluhu, kur ka sprova, kur i miren këto begati, qofshin fëmijë, familjar, non, bab, grua, fëmijë, apo pasuri e kështu me radhë. Sepse në esencë të gjitha janë të Allahut xhalla xhelaluhu. Ka një rast, për shembull, tregohet, një grua e ka humbë fëmijën e saj. Mund të jetë edhe një burr, domethënë, dhe ka qenë ki, domethënë, dietar, ka pas dituri, dhe i ka vdek djali, dhe është mbyllur në shtëpi, nuk ka dalë. Domethënë, është izoluar,
nuk ka bo muhabet me njerëzit, shumë është mërzit. Dhe ka hi në shtëpi, ambyr. Hoxha ku është? Domethënë nuk del më te njerëzit. Pse? I ka vdek fëmijë. Dhe vin një grua, domethënë e urtë, besimtare, dhe shkon, thot hoxha më duhet. I thunë pa ai nuk del, është në mërzit madhe, ka pikëllim të madh. Thot duhet ta pyes një gjë. Duhet të mape fetva. Edhe del hoxha. Dhe kjo grua i thot, nëse unë jo këmë dhanë kujshis një tenxhere, dhe shkoj jalipi mbas një kohë, a duhet ma jape? A më takon mu të ma jape, do me thonë se e imja është? A duhet t'i dhnohet? A i kujshi? Thot jo, ti të takon, duhet të ta jape. Po, hoqë thot, edhe kështu është, Allahu ta ka dhënë atë fëmijë, nuk është i joti, i takojnë Allahut, krijeset e Allahut, dhe tash ta lipën ta merr, pse hidhrohesh? Subhanallah, i ka dhënë gajret me kat. Dhe në esencë kjo ka bazën ajetet dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur në godit ndonjë e keqe, çfarë themi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut, jemi malli i Allahut. Dhe te ai do të kthehemi. Te Allahu xhalla xhelaluhu do të kthehemi, pra nuk i takon besimtarit, nuk i takon që kur i ndodh ndonjë musibet, fatkeqësi, humbje e jetës të afërmit, nuk i takon që të flasë fjalë që do me thonë ja prishin besimin, ja dëmtojnë imanin. Sepse sabri fundit është, çfarë është? Farz është për musliman. Sabër duhet. Jemi në kapitullin e sabrit. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot çdo gjë pra është e Allahut dhe ai merr dhe ai jep. Dhe pastaj thot çdo gjë te Allahu xhalla xhelaluhu është në momentin e caktuar, nuk lëviz asgjë. Te Allahu subhanahu wa taala çdo gjë është e caktuar. Allahu thot me një ajet: "Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar." Çdo gjë te Allahu është e përcaktuar. E ka vendos Allahu dhe nuk lëviz më. Li kulli ummetin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimun sa'atan wa la yasta'khirun. Për çdo popull, për çdo ummet ka një moment, një ajal, një caktim, dhe kur i vin caktimi, nuk lëviz as një orë përpara, as një orë mbas. E kur e din besimtari këtë caktimin e Allahut xhalla xhelaluhu, atëherë i dërzohet Allahut. Allahu e ka caktuar dhe ai pra e realizon atë caktimin e tij. Pastaj ja jep një këshill shumë, domethënë të rëndësishme vajzës vet. Duke e dërguar atë njeriu prapë nuk shkon vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam herë të parë. Dhe i thot fel tasbir wal tahtasib. Le të bëje sabër, thuj vajzës time, le të bëje sabër dhe le të shpresoje shpërblimin prej Allahut xhalla xhelaluhu. Këtu jemi në kapitullin e sabrit. Le të bëje sabër dhe le të kërkoje prej Allahut xhalla xhelaluhu shpërblim. Çfarë do të thotë kjo? Ne të bëje sabër dhe të shpresoje te Allahu xhalla xhelaluhu shpërblim. Do me thonë, me atë sabër që e bën, të synoje shpërblimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Synoje shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, do me thonë, prej Allahut ta prese atë shpërblim. Ka njerëz vëllezër që bëjnë sabër, ama nuk shpresojnë shpërblim. E ky njeri shumë është në humbje të madhe është. Se ka njerëz do me thëmë bëjnë sabër, shpresojnë të Allahu xhalla xhelaluhu, me këtë sabër niyetin e kanë, o Allah, ti du më shpërblesh. Ani se më ka gjetë kjo do me thënë fatkeqësi, unë të ti e kërkoj shpërblimin, xhennetin, kënaqësinë tënde, dhe nuk them asgjë që të hidhron ti, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vdek djali Ibrahimi, thot nuk e themi me gjuhat tona, nuk nxjerrim nga goja jon asnjë fjalë që e hidhron Allahun xhalla xhelaluhu. Prandaj
Do me thonë, ashtu duhet dhe bësh sabër. Ama imani, besimi e bën atë shpresë që të shpresojmë të Allah xhel xelaluhu shpërblim. Sepse edhe për qafirave ka gjibën sabër. Ama nuk ka kur një farë shpërblim. Bën sabër, ama nuk është i lumtur nga kjo gjendje. Nuk është i lumtur. Pra nuk shpreson, nuk ka niyet se dhe dal para Allahut, se ai do më shpërbleje, se unë bëna sabër në atë fatkeqësi, jo. Ai ndoshta bën sabër, mos më prishet biznesi, se si të pejki, do me thonë, pi disponimit, tregtar është, më ka vdek vajza, më ka vdek djali, më ka vdek gruaja, ai thot, unë do me thonë tash si mos jemi qëndrueshëm, çfarë? Biznesin da hupi. Si mos jemi qëndrueshëm, da hupi punën, da hupi famën, da hupi autoritetin e kështu me radhë, ki a ka shpërblim? Jo. Ki nuk ka shpërblim se nuk shpreson prej Allahu xhel xelaluhu shpërblim. Subhanallah. Është një pikë shumë, do me thonë, delikate. Na gjejnë sprovat, ne sprovohemi në këtë dinja, ama për çfarë bësh sabër o vëlla? Wa li rabbika fasbir, thot Allahu xhel xelaluhu. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për hir të Zotit tënd bën sabër. Jo për diçka tjetër. Për hir të Zotit tënd bën sabër, se dhe kush bën sabër për interesat e tij të kësaj dynjaje. Pastaj fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha. Ky njeri shkon te Zejnebia dhe ja tregon këto këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ajo përsëri e dërgon këtë njeri dhe thot, përbetohu që të vije Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, babi im të vije këtu, subhanallah. Ka bo bije, le të vije, pasha Allahun, dhe me tha. Dhe ky njeri shkon dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se vajza jote kështu thot. Pastaj faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun radiyallahu anhu. Kur i erdh për zditje, ky njeri, do me thënë, ti thot se vajza jote thirrën dhe është përbetuar që mora dvish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çu të shkoje te vajza vet, te shtëpia e Zejnebes. Po ashtu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kush ka qenë? Një prej sahabëve të mëdhej. Ka qenë prej prijësve të fisit Khazraj. Medinas, do me thënë Ensar ka qenë Sa'd bin Ubadah. Bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkon Sa'd bin Ubadah. Tjetër kush ka qenë? Zaid bin Thabit. Tjetër kush ka qenë? Mu'adh ibn Jabal. Mu'adhi radiyallahu anhu, e dim se çfarë vlere ka pas, çfarë dietari ka qenë. Këto sahabet, po thot edhe Ubej ibn Ka'b, që e ka lezu Kur'anin shumë mirë, ki sahabi, po edhe sahabe tjerë, rijal, thot, edhe bura tjerë kishtë aty. Dhe bashkë shkun me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shikoni sahabet, a e lon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me thonë, gjatë momenteve të vështira, jo, për krahës. Moralisht e përkrahin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po e kanë përkrah edhe me gjak, edhe me pasuri, edhe me kret. Shkojnë. Këtu kemi edhe një dispozit të darsma, të tubimet e gëzimit, duhet shkojë njeriu me ftesë. Pa ftesë nuk shkohet. Ndërsa tek rastet e sprovave për ngushëllime nuk pritet ftesë. Shkojsh që, dhe me thënë, ta forcojsh atë njeri, apo t'i japish mbështetje moralisht. Dhe sahabet kanë shku. Dhe kur kanë shku atje, këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me këto sahabet, fa rufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Ai djali që ishte në fund të jetës, dhe me thënë, në agoninë e vdekjes, në ato momentet e vështira, ja dhan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam djalin e Zejnebit. I vogël. Nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka bë? Fa aqadahu fi hijrihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ulin prehrin e vet. Këtë djalin e vogël. Dhe pastaj wa nafsuhu taqaqa'u. Dhe ki voglush ishte në momentet e fundit. Me ndisë e mirë të frim. Në më thonë ishte të dhonë shpirt. Subhanallah.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fafadat aynahu. Fillon t'i lotojnë syt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Filloi të qaj. Po jo me za, normal, pejgamberi Allahut me maturi fillon t'i lotojnë syt. Faqala Sa'dun, Sa'd bin Ubada radiyallahu anhu. Ja Rasulallah, ma hadha? O i dërguari i Allahut, çfarë është kjo? Që qash? Do me thonë, jo me kritik, ama donte ta kuptoje. Do me thonë, ti e kuptosh më mirë se në kaderin e Allahut, caktimin e Allahut. Ti e më sabërli, më i durueshëm gjatë sprovave. Do me thonë, qash, ta dim se të qarit, do me thonë, të qaje njeriu gjatë sprovave. Nuk do të thotë se e kundërshton caktimin e Allahut dhe nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut. As se si nuk e kundërshton. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na sqaron. Fillimisht Saadit ja sqaron, po edhe ummetit të tij që ta kuptojnë. Këto lot pse rridhnin pra. Thot faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Ç'është këto lotët thot. Ç'ka gjendja ime që qaj. Është mëshirë të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka vendos në zemrat e robërve të tij. Kjo është mëshirë për këtë voglushin. Se nuk është kundërshtim i caktimit Allahut. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha asnjë fjalë që pse mu më gjet kjo, astaghfirullah. Pse kjo, do me thënë sa i vogël, a është drejtësi kjo, siç bojnë disa xahila, disa njerëz ignorant, kur i godet ndonjë fatkeqësi, folën fjalë që do me thonë e kundërshtojnë caktimin e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegon se çfarë janë këto lot. Thot, kjo është rahmet, mëshirë që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka vendos në zemrat e robërve të tij. Në një transmetim tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi qulubin man sha'a min ibadihi, ose e ka vendos këtë rahmetin, këtë mëshirën në zemrat e robërve që i ka përzgjedhur Allahu. Se jo çdo njeri ka rahmet, mëshirë. E dim me një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nipin e tij Hasanin Husejnin e ka puth. Dhe aty ka qenë i pranishëm një njeri. Dhe i ka thonë, o pejgamberi Allahit, unë kam 10 fëmijë. Asnjënin se kum puth. Do me thonë, ti burr shteti, ti si me kritiku pa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, e ka shikuar një herë, i ka thonë, çfarë të bëj nëse Allahu e ka marrë mëshirën nga zemra jote? Subhanallah. E ky pejgamber, ki shembulli im më i mirë. Edhe kur ka qenë gëzim me nipërit e vet, i ka puth, po edhe kur kanë ndru jetë, kur kanë qenë duke ndru jetë, i ka marrë dhe është mërzit për ta, i ka mshiru se ai fëmia, do me thonë, kërcente nga dhimbja e vdekjes, kërcente se në mirë të frim, ishte duke dhënë shpirt, dhe kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka vendos këtë mëshirën në zemrat e robërve. Kjo nuk e kundërshton, do me thënë, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e dëmton as pak besimin ton në caktimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma yerhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allahu i mëshiron nga robërit e tij ata të cilët janë të mëshirshëm ndaj të tjerëve. Allahu i mëshiron, ka mëshirë ndaj robërve të cilët kanë mëshirë ndaj krijesave tjera. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte mëshirë për nipin e vet, po kishte mëshirë për sahabet, kur ndroi jetë baba i Usames, ki që e transmeton hadithin, Zejdi, kur bie shahid në Mu'te, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vin lajmi nga Xhibrili se Zejdi i dashurit ka ra shahid kundër romakëve duke luftuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lotojnë syt. Edhe për sahabët ka qaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo për Hamzën ka qaj, po kjo nuk do të thotë se burri muslimani i devotshmi nuk qanë. Jo, qanë. Dhe njëherë nga frika Allahut qanë, dhe njëherë nga mallëngjimi që e ka për Allahun Gjelle Gjelaluhu, për xhennetin e Allahut qanë, dhe njëherë nga mëshira ndaj të tjerëve, dhe me thanë, vdes dikush,
nga mëshira qanë. Kjo është shumë e natyrshme, bile tregon se ajo zemër është e gjallë, ka mëshirë, nuk është e ngurtë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë i kanë lotu syt kur kanë ndru jetë djali i Zejnebit radhiyallahu anhum jami'an. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, i themi në term muttafaqun alayh, domethënë s'ka dyshim në saktësinë e këtij hadithi. Pra vëllezër, në këtë hadith kuptojmë se sabri është një dhunti prej dhuntive më të mëdha që ja jep Allahu xhalla xhelaluhu robërve të përzgjedhur, besimtarve. Dhe kapitulli jon është sabri. Sabri është cilësi e pandashme e besimtarit që ti të i kalojë provat në këtë dynja, po ashtu edhe të shpresojë në shpërblimin e Allahut me këtë sabër që ban. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoni se si e udhëzoi vajzën e vet, duke i thënë fel tasbir wal tahtasib. Le të bëje sabër dhe le të shpresoje te Allahu xhalla xhelaluhu sevap, shpërblim, kënaqësinë e Allahut, xhennetin e Allahut. E dim se roburit e Allahut xhalla xhelaluhu për ta merituar ndihmën e Allahut, për ta merituar ndihmën e Allahut ka di kushte. Ja eyyuhalladhina amanu, çfarë thot Allahu? Ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë prej Allahut me durim dhe me namaz. Shikoni di gjëra shumë të rëndësishme. Me durim dhe me namaz kërkoni ndihmë prej Allahut. Me të vërtet Allahu është me durimtarët. Pra, për ta merituar ne ndihmën e Allahut, që të na nxjerrë nga situatat e vështira, që të na japë mirësinë dynja dhe në ahiret, duhet t'i plotësojmë këto di kushte. Të kemi sabër dhe të jemi namazli. Allahu na bëf prej tyre, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.